Kaq shumë gra kanë lënë çdo gjë, vetëm për të ardhur këtu, për të gjetur një punë. Madje kanë lënë pas edhe fëmijët e tyre. Fëmijët ishin vetëm pak orë larg, por edhe mund të kishin jetuar në një botë tjetër, sepse fëmijët e tyre nuk e kishin idenë se kush ishin nënat e tyre, apo se çfarë po bonin në të vërtetë. Çdo natë, këto gra shihnin fotografitë e fëmijëve të tyre dhe uronin të ktheheshin në shtëpi pranë tyre. Por thellë brenda vetes, nuk e dinin se si mund ta bënin këtë. Monika ka punuar në këtë rrugë për shumë vite. Jo shumë kohë më parë ajo më tha, nuk mund ta bëj më këtë. Dua të heq dorë nga kjo gjë. Por më tha se ishte sekret dhe se akoma nuk ja kishte thënë të dashurit të saj. I thash Monikës se edhe mund ta ndihmoja, nëse do të vinte këtu në strehën tonë, ku edhe mund të flisnim për disa nga mundësitë që ka. Hajde Monika. Përshëndetje e Klara. Ku janë të tjerat? Të tjerat kanë dalë për drek, kështu që për momentin jemi vetëm ne të dyja. Hajde këtu Monika, ulu këtu me mua. Do një kafe ose ndonjë frut? Kam portokalle. Një portokalle, faleminderit. Urdhro pra, mere. A i tregove atij se do të kthehesh në shtëpi? Jo, unë nuk jam e sigurt. Ndoshta është më mirë të mos shkoj në shtëpi. Po pse jo? Nuk mendoj se mund të kthehem. Mos ke nevojë për ndonjë ndihmë? Dgjoj, mund të gjejmë disa para për biletën e trenit. Jo, mendoj për parat. Mendoj unë të tregova për vajzën time apo jo? Po, quhet Daniela, kështu? Po. Dhe është 4 vjeçe. Po, Daniela. Ajo është në shtëpi me maman e të dashurit tim. Ajo është një grua shumë e mirë dhe duket se kujdeset shumë për vajzën. Nuk mund ta besoj që Daniela është 4 vjeçe tani. Ishte 1 vjeç kur i ka unë. Nuk mund ta besoj që nuk e pash dot gjithë këtë kohë. Po, ke kontaktuar më me të? Disa herë po, por kjo nuk mjafton. Ajo rritet për ditë dhe ka nevojë për ushqim, për rroba, për lodra, dhe shumë shpejt do të shkojë në shkollë dhe duhen para edhe për këtë. Klara, ku do t'i marrim gjithë këto para nëse unë kthehem në shtëpi? Atje nuk gjej punë. Unë prandaj kam ardhur deri këtu. Ndoshta, qetëso, ndoshta atje nuk ka punë, por a nuk the se nuk mund ta bëje dot më këtë punë, ë? A nuk the se po ta shkatërron trupin dhe se je e lodhur dhe shumë e stresuar? Dhe a nuk më the se je e lodhur nga mënyra se si po të trajtoni dashurit? Remusi është shumë i poshtër, por më ka mbajtur në këtë punë për shumë vite. Kur nuk kam punuar kaq gjatë në një vend puna. Ai të ka mbajtur në këtë punë sepse përfiton shumë para nga ty. E di, por taj dreshi. Nuk ka rëndësi nëse jam me atë apo jo. Unë nuk mund të kthehem në shtëpi. Dgjoj, ne do të ndihmojmë me çdo gjë që të nevojitet, Monika. Trajnim për punë, për një bilet në shtëpi, me çdo gjë që mundemi. Ne duam të ndihmojmë. A mund të më premtoni se vajza ime do të më doj? Monika. Unë kur nuk kam qenë pjesë e jetës së saj. Kë ka thirrur mami gjatë gjithë kësaj kohe që unë nuk kam qenë. Unë isha duke punuar këtu. Kë ka thirrur maman e Remusit? Ajo as që e di se kush jam unë. I shkruaj letra dhe i dërgoj para për dhurata, por ç'lidhje është kjo? Jam njësoj si plaku i vitit të ri. Nëse kthehem në shtëpi, e di se do të eci drejt saj. Do ta përshëndes, dhe ajo do të largohet me vrap dhe do të fshihet tek mamaja e Remusit. Jam vetëm një e huaj për të. Por në të vërtet, kam frikë se mos e merr vesh se çfarë bëj unë. Po sikur të ndahem nga Remusi dhe ai të shkoj dhe t'i thoj Danielës se kush jam unë. Po sikur t'i bëj keq asaj për fajin tim. Por, edhe po e mora vajzën. A mund t'jetë e sigurt me mua? Çfarë do të ndodh kur të marr vesh se unë punoj si punëtore seksi? Si mund ta shoh përsëri në sy?
Monika, ti e do shumë vajzën tënde, apo jo? Po, më shumë se çdo gjë tjetër në botë. Edhe më shumë se veten time. Shumë më shumë se veten time. Dhe po e bën këtë punë për të siguruar për vajzën tënde, apo jo? Dhe dëshiron që ajo të ketë një jetë sa më të mirë dhe po bën gjithçka për këtë. Po, por unë nuk dua që ajo të di se çfarë bëj unë. Çfarë kam bërë unë me trupin tim. Unë jam mamaja e saj dhe kjo është diçka e shenjtë. Të gjithë duhet të marrin shembull nga nënat e tyre dhe t'i admirojnë e t'i respektojnë ato. Kur dikush e quan nënën tënde e përdal, ti zemërohesh dhe do ta godasësh atë person. Kjo gjë nuk duhet të jetë e vërtet. Ti ke qenë gjithmonë pranë saj. Me atë mënyrën tënde, me atë që di e ti, ke siguruar për të. Me gjithë forcën dhe energjinë që ke pasur, ke siguruar për të. Dhe një ditë ajo do ta kuptojë këtë patjetër. Ndoshta, një ditë. Por që mund të them për sot? Po si kur e musi të flas me të? Një vajzë 4 vjeçare që pa pritur mëson se çfarë bën mamaja e saj. Kjo do ta godiste rënd. Ndoshta, edhe mund të ndodh. Dëgjoj, nuk dua të të gënjej dhe të them se nuk mund të ndodh. Por ti do të jesh në shtëpi përballë saj. Do t'i tregosh Danieles çdo ditë se sa shumë e do atë. Dhe shumë kohë pasi Remusi të jetë larguar nga jeta jote, ti do të jesh përsëri pranë Danieles. Nuk do t'jetë e lehtë, por besom, do t'ja vlej. Ti përsëri e nëna e saj dhe je një nën shumë e mirë. Po si kur ajo të rritet dhe të më urej? E po të gjithi urrejnë mamat në një pikë të jetës. Edhe nënat e mira i kanë dëgjuar këto fjalë të tmerrshme, sidomos kur jemi adoleshente. Më kujtohet që edhe unë e urreja nënën time, por ajo nuk ishte gruaja më e mirë në botë. A ishte e përdal? Jo, por nuk më donte. Të paktën kështu dukej. Më quante e shumtuar dhe e pavlerë, dhe unë u largova kur isha 14 vjeçë. Pas shumë kohësh, mësova ta lija mënjan urrëtien dhe dhimbjen. Por e di, një nën mund t'ja thyej zemrën vajzës së saj për gjithë jetën. Nuk do t'ja bëja kur këtë vajzës time. Daniela është e bukur. Ajo ka një buzëqeshje si shkëlqimi i diellit. Ja, po ta tregoj. E mbaj gjithmonë me vete këtë fotografi. Oh, Monika, që nga shumë e bukur. Syti pas ka kafë si ty. Po, edhe flokët i ka si unë. Para se t'i lyeja në ngjyrën që i kam tani. Erdha këtu të punoj, sepse doja që ajo të kishte mundësi më të mira. Mundësi që unë nuk i kisha pasur. Ajo mund të shkojë në shkollë dhe në universitet, dhe të ketë një punë të vërtet dhe një jetë të mirë. Po çdo nën i dëshiron këto për vajzën e saj. Dhe ti more guximin të bëje diçka për këtë. U largove nga shtëpia dhe erdhe këtu. Bëre gjëra që nuk ja tregon askujt. Edhe unë i kam bërë. E di shumë mirë se si është kjo punë, Monika. Por e bëre sepse je nëna e saj dhe e do jashtëmase shumë vajzën tënde. Ajo mendon se mamaja e Remusit është mamaja e saj e vërtet. Po, por ajo është vetëm 4 vjeçë. A të kujtohen shumë gjëra nga koha kur ti vetë ke qenë 4 vjeçë, ha? Jo, të them të drejtën. Fëmijët mbajnë mend të sotmen. A e do maman e Remusit? Po, edhe mundet. Ajo po kujdeset për vajzën tani. Dhe nëse ti e largon nga ajo, ndoshta mund ta ketë të vështirë në fillim. Por nëse ti vazhdon ta duash çdo ditë, ta dëgjosh se çfarë thot dhe ti tregosh se sa shumë merakosesh për atë që mund t'i ndodhë asaj, vajza do të mësohet me këtë gjë dhe ti do të jesh mamaja e saj. Ajo do të njohë ty më shumë se sa maman e Remusit. Por si do t'ja bëj për para? Nuk mund të fitoj shumë para në vendin tim. Ti do të bësh çfarëdo që të mundesh. Do të pastrosh, do të punosh në restorant, do të shesësh fruta në rrugë. Nëse je aq e fortë dhe e guximshme të punosh në rrugë dhe të bësh këtë që bën, mund të bësh çdo gjë që e ndan mendjen dhe vendos ta mësosh. Por Klara, unë nuk ndihem e fortë dhe as e guximshme. Ndihem një dështake. Ti ke bërë disa gjëra dhe je penduar që i ke bërë. Gjëra që vërtet të lëndojnë dhe që do të përndjekin për gjatë gjithë jetës tënde. Por Daniela do të mësoj të falë, sepse ti i bëre nga dashuria që kishe për të. Në fakt, njeriu që duhet të falesh vërtet është vetëm vetja jote. Po, bëra atë që duhet të bëja. E di, por kjo ende të shqetëson. Edhe kur të vi dita që vajza jote të shohë në sy me dashuri, ty përsëri do të duhet të shohësh veten tënde në sy në pasqyrë, dhe e di sa e vështirë do të jetë kjo gjë. Po, ti si shpëtove nga kjo skllavëri? Si ja dole më pas? Lejova Perëndin të më jepte një formë të re. Ajo që ka më shumë rëndësi tani është se si dukem unë në sytë e atit ton qellor. Perëndia?
Perëndia nuk është në rrugë. Ti nuk do që ai të jetë, apo jo? Sigurisht që nuk dua. Nuk ka ku të shkoj më keq se kaq. Sigurisht që nuk e dua Zotin aty. Nuk dua një Zot të zemëruar që më shet teksa bëj atë punë që bëj. Mendoj se ai nuk do që të më shoh. Ai duhet mendoj se jam shumë e pisët. Oh, Monika, kur ti e do kaq shumë vajzën tënde dhe bën çdo gjë për të, po Perëndia. Dashuria e tij është shumë herë më e madhe për vajzën tënde dhe për ty. Ai të do më shumë nga sa mund ta imagjinosh ti. Atëherë pse nuk ma tregon hapur këtë dashuri që unë ta shoh? E ka treguar. Ai dërgoi birin e tij, një pjesë të vetes së tij, në një vdekje të tmerrshme, vetëm që ti të lësh pas fajin dhe frikën që ke dhe të ndjesh dashurinë e përsosur që ai ka për ty. Kjo më pëlqen. Dhe unë vërtet bëj plane që një ditë të bëj një jetë të mirë e të drejtë. Do t'i rregulloj gjërat dhe do ta marr Danielen e do të kthehem në kish. Pastaj, Perëndia mund të më falë. Nuk ka rëndësi se ku je dhe se çfarë ke bërë. Apo se çfarë je duke bërë tani. Ai dëshiron të jetë pjesë e jetës tënde, sapo ti ta lejosh në jetën tënde. Zoti nuk do që të jetë në një shtëpi publike. Po as ti nuk do, Monika, apo jo? Jo, as unë nuk dua. Por kur nuk do t'jem e përsosur. Por asnjë nuk është i përsosur. Por pavarësisht se çfarë ke bërë, ke një atë në qiell që të do shumë. Perëndia thot: a mundet një grua të harroj foshnjën e gjirit dhe të mos i vi keq për fëmijën e barkut të saj? Edhe sikur ato të harrojnë, unë nuk do të harroj. Perëndia thot se ai të ka gdhëndur në pëllëmbët e duarve të tij. Gjithmonë do të doj, Monika, pavarësisht se çfarë bën ti. A mund ta bëj vajzën time të më doj? Ne mund të lutemi që ai ta zbuz zemrën e saj ndaj teje, që ajo të jetë gati të mirëpres në shtëpi. Dhe unë do të lutem edhe për zemrën tënde, që ti ta lejosh Perëndin në jetën tënde. Ta lejosh të ndihmoj të rindërtosh jetën tënde në mënyrë që ti të shohësh vajzën tënde, por edhe veten tënde në sy. Kur jeni lënduar thellë, është normale të mendoni se nuk mund t'i besoni askujt. Në historinë tonë të ardhshme, do t'ju tregojmë për Andrian dhe Kozminën. Ato gjithashtu dyshojnë nëse mund t'u besojnë njerëzve apo jo. Ky program është prodhuar nga Thesaret të Fshehura, një projekt i Transworld Radio, shpresë për ty. Të gjitha këto episode janë menduar për përdorim personal dhe privat të dëgjuesit. Episodet Thesaret të Fshehura nuk mund të kopjohen ose të rishpërndahen në ndonjë mënyrë tjetër pa një leje të shkruar. Për të marrë leje për ta përdorur këtë program për organizatën tuaj, ju lutem na shkruani në hiddentreasures@twr.org. Edhe njerë kontakti i mailit është hiddentreasures@twr.org. Faleminderit. A keni menduar ndonjëherë për Perëndin? A ekziston vërtet ai? Dhe nëse po, a e di ai vërtet se kush jam unë? A sheh dhe a merakoset ai për gjërat që po më ndodhin mua? Apo ndoshta keni pasur raste kur keni menduar se jeta juaj është thjesht një gabim dhe nuk ka asnjë vlerë? Në të vërtetë edhe unë i kam pasur këto mendime. Në çastet e mia më të këqija kam menduar, ku ishte Perëndia? A mund t'ju them diçka? Në një prej atyre momenteve, unë i thira Perëndis dhe papritur ndjeva dashurinë e tij. Ndjeva paqe në zemër dhe menjëherë kuptova se nuk isha vetëm. Dhe pavarësisht se sa e vështirë ishte jeta ime, e dija se nuk ishte një gabim,
dhe e dija se ai ishte me mua. Dëgjoni se çfarë është shkruar në librin e Perëndisë në Bibël. Po, ti ke formuar të përbrendshmet e mia. Ti më ke endur në barkun e nënës sime. Unë do të kremtoj sepse jam krijuar në mënyrë të mrekulluar. Veprat e tua janë të mrekullueshme dhe unë e di shumë mirë këtë gjë. Kockat e mia nuk ishin një fshet për ty kur u formova në fshetësi, duke u endur në thellësinë e tokës. Ti ke numëruar hapat e bredhjes sime. Vendosi lotët e mia në calikun tënd. A nuk i ke regjistruar në librin tënd? Sa i mirë është Ati ynë në qiell. Jezus i tha, Ati im që mi dha është më i madh se të gjithë, dhe askush nuk mund t'i rrëmbej nga dora e Atit tim. E shihni? Pavarësisht se sa e vështirë apo e keqe ka qenë jeta juaj, nëse kërkoni Jezusin, birin e Perëndisë, dashurinë e vërtetë të shpirtit tuaj, ja se çfarë ju thot ai. Zoti më ka vajosur për të dhënë gëzim atyre që pikëllohen në Sion, për të dhënë atyre një diadem në vend të hirit, vajin e gëzimit në vend të zisë, mantelin e lavdërimit në vend të një fryme të ligështuar, me qëllim që të quhen lisa të drejtësisë, mbjellja e Zotit, për të paraqitur lavdinë e tij. Mikja ime, Perëndia të thotë, kur do të kalosh përmes ujrave, unë do të jem me ty. Ose do të kalosh lumenjt, nuk do të të mbytin. Kur do të ecësh në zjarr, nuk do të digjesh, dhe flaka nuk do të konsumoj. Kur thash këmba ime nguron, mirësia jote o Zot më ka përkrahur. Kur një numër i madh shqetësimesh më mbysin, për dëllimet e tua më jepnin zemër. Por Zoti është besnik, dhe ai do t'ju forcojë dhe do t'ju ruaj nga i ligu. Ti je vendi im i strehimit. Ti do të më ruash nga fatkeqësia. Ti do të më rrethosh me këngë çlirimi. Emri i Zotit është një kala e fortë. Tek ai të urret i drejti dhe gjen siguri. Shikoni që dashuri të madhe na dha Ati, që të quhemi bijë të Perëndisë. Prandaj bota nuk na njeh, sepse nuk e ka njohur atë.